komponenta akute, sepse unë si mjek jam mësuar që e para që do të bësh është pacienti mos vdesi. Domethënë ne tani do të kujdesim që ky pacienti jon Kërçova mos na mbesin tavolinë. Është ndjenjë kritike, i duhet tani një operacion i rand, i cili është i mundshëm, por kërkon shumë angazhim nga një ekip i tërë. Ekipi i tërë jemi ne kërçovarët këtu, edhe sidomos e diaspora. Domethënë tani diaspora i ka dalë zot këtij vendi me dekada sa ai më mendun, edhe jam i sigurt që edhe kësaj here diaspora do i dalë zot këtij vendi. Pavarësisht se sa na ka vlerësuar neve ndonjëherë njerëzit politikanë, sidomos prej këtu, nuk dua të hyj në atë temë, por ne sepse dashuria jon për këtë vend është e pastër, si loti. Nuk është e lyer me interesa, me ekonomi, është tamam e pastër, patriotike. Pastaj, ne si diasporë edhe këtu duhet ta fajsojmë pak edhe veten, sepse ne kjo që ndodhi këtu ka qenë e parashikueshme. Edhe natyrisht që diaspora është munduar, por nuk ka qenë diaspora e bashkuar. Domethënë ne çka duhet bëjmë një herë para, se deri sa këtu ka vend për majtist, gjathist, centrist, futbollist, gjithçka, në diasporë ne nuk kemi nevojë për këtë. Ne duhet kemi atë një diasporë të bashkuar. Edhe ajo diaspora e bashkuar, si mendoj unë, mund të më korrigjoni të dy, duhet të marrë një rol më aktiv edhe në sferën politike këtu. Sepse siç duket, pa diasporën këtu nuk bëhet asgjë. Domethënë, diaspora e ka çelësin në dorë, edhe tani diaspora do të ndihmojë kësaj here kështu, po diaspora do t'i bëjë detyrat e shtëpisë, që mos përçami edhe aq që mi përça këtu, po të bëhemi një diasporë e përbashkët, edhe kjo si diasporë, jo diaspora të thotë ky është kandidati, po diaspora ta dominojë procesin e zgjedhjes kandidatit. Edhe diaspora të ketë një mënyrë veton në dorë që thotë pani, sepse edhe pas 4 viteve nuk erdhi diaspora këtu, nuk fiton asnjë shqiptar. Pavarësisht a del një kandidat, a dy kandidat. Kjo është e vërteta e hidhur. Edhe prandaj domethënë duhet ne tani si diasporë të mobilizohemi në mënyrë maksimale, të shkelim gjithë të këqija që ndoshta i kemi në mendjet tona, të harrojmë gjitha sendet që bëjmë, sepse kjo është si është moment historik. Pas asaj, prej datës 3 nëntor, diaspora duhet bëhet bashkë, t'i bëjë detyrat e shtëpisë që si kemi bërë që 40 vjet, edhe bëjmë një proces të definojmë se si do jetë procesi, si do ta zgjidhim ne kryetarin pas 4 viteve. Kjo është ajo që e mendoj unë.